Mirë se keni ardhur në Federatën e Futbollit. Për ne është një kënaqësi shumë e veçantë që të mirpresim takimin lançues të projektit për mbrojtje dhe siguria e fëmijëve në sport, një iniciativë që na bashkon të gjithëve bashkë rreth një objektivi të përbashkët, garantimin e një midisi sportiv të sigurt, mbrojtës dhe gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët. Futbolli, siç dihet, është sporti më i ndjekur nga fëmijët, nga të rinjtë në Shqipëri. Pikërisht për këtë arsye ne besojmë se fusha e futbollit do të jetë gjithmonë një vend ku çdo fëmijë duhet të ndihet i sigurt, i respektuar dhe i mbrojtur. Mbrojtja e fëmijëve nuk është vetëm një përgjegjësi që i takon vetëm institucioneve të mbrojtjes së fëmijëve. Ajo është një përgjegjësi që e përbashkët e çdo organizate sportive, e çdo trajneri, arbitri, punonjësi i klubit, drejtuesi i klubit dhe kështu me radhë, çdo njeriu që merret me sport dhe që punon me fëmijë. Për këtë arsye, gjatë viteve të fundit, Federata Shqiptare e Futbollit, në bashkëpunim me TRDSOM Albania, ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm për ta forcuar sistemin e mbrojtjes së fëmijëve në futboll. Kemi zhvilluar dhe miratuar politikën e mbrojtjes së fëmijëve në futboll në një kontraktë që është firmosur në vitin 2023. Kemi ngritur një rrjet pikash rajonale të kontaktit të mbrojtjes së fëmijëve, kemi investuar për zhvillimin e kapaciteteve të tyre dhe kemi organizuar takime informuese dhe ndërgjegjësuese me klubet, me akademitë sportive për të promovuar standardet dhe përgjegjësitë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve. Pikërisht për këtë arsye, Federata Shqiptare e Futbollit mbështeti me bindje projektin Mbrojtja dhe siguria e fëmijëve në sport, duke konsideruar si një mundësi për të çuar më tej punën e nisur. Ky projekt na jep mundësinë të forcojmë më tej kapacitetet e klubeve sportive dhe profesionistët e sportit të përmirësojmë mekanizmat e bashkëpunimit me sistemin e mbrojtjes së fëmijëve, të zhvillojmë procedura më efektive të referimit dhe reagimit, si dhe të fuqizojmë vetë fëmijët për të njohur të drejtat e tyre dhe për të kërkuar mbështetje kur ato kanë nevojë.